Me ligjin për përfaqësim të drejtë, sipas koalicioni qeverisës vlen, për herë të parë do të vendosen rregullat të qarta dhe zbatimi i detyrueshëm në të gjitha institucionet, duke i dhënë fund, siç thon, manipulimeve dhe punësimeve pa merit që më parë i bënte BDI. Vlen thekson se kjo nismë synon të sigurojë trajtim të barabartë dhe drejtësi për të gjithë ata që për vite me radhë kanë pritur përfaqësim adekuat në administratë. Për herë të parë kjo punë nuk mbetet më pa zot shtëpie. Për herë të parë formohet trup koordinativ në krye me zëvendës kryeministër shqiptar që do ta ndjek zbatimin e ligjit dhe do të kërkojë llogari nga çdo institucion. Me pak fjalë nuk ka më vend për hile, deklarimet e reme nuk kalojnë më dhe koha e mashtrimeve merr fund. Ky ligj nuk është për një parti, ky ligj është për çdo shqiptar që ka pritur me vite të trajtohet si duhet, të marrë hisen e vet. Nga partia opozitare BDI paraprakisht kanë reaguar për propozim ligjin e ri, duke e quajtur tradhtie e hapur ndaj çdo arritjeje për të cilën është sakrifikuar me dekada. Thonë se propozim ligji i hartuar nga Karakamisheva dhe i përkrahur me bujë nga Vlen nuk është arritje, por regres brutal. Propozimi që po qarkullon në media nuk parasheh kuota etnike, që do me thënë ne prap do të vazhdojmë si para vitit 2021 kur shqiptarët ishin vetëm 0.2% në administratë. Nuk parasheh obligim për institucione që të identifikojnë në bazë të etnisë qytetarët me rastin e punësimit apo avancimit. Nuk parasheh dispozita sankcionuese. Me një fjalë, një ligj mashtrimi, kurthi, pa shpirt, pa drejtësi. Më 7 prill qeveria miratoi ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat për t'ia dërguar kuvendit për miratim. Deri më tani, projekt ligji nuk është bërë publik. Zëvendës kryeministri Bekim Sali deklaroi se ligji tashmë e ngre parimin e përfaqësimit të drejtë nga niveli kushtetues në detyrim të drejtë për drejtë ligjor për të gjitha institucionet shtetërore.